Një merkato e çmendur nga Liverpooli deri më tani. Skuadra Arne Slot ka arritur të sigurojë transferimin e Jeremy Frimpong, Florian Wirtz dhe Milos Kerkez nga Bournemouth. Fokusi tani është te sulmi, pasi Darwin Nunez, Federico Chiesa pritet të largohen nga ekipi anglez. Mediat italiane kanë raportuar se Liverpool ka ofruar Nunez dhe Chiesa në këmbim të Victor Osimhen, por Napoli kërkon plus 20 milionerë që t'i shtohen kësaj oferte. Ndërkohë, mediat angleze shkruajnë që Liverpool është interesuar për transferimin e Alexander Isak nga Newcastle United, por një marrëveshje e tillë është vështirë të arrihet, pasi Newcastle kërkon hiç më pak se 200 milionerë për largimin e sulmuesit suedez. Victor Osimhen sezonin e kaluar ka qenë i huazuar te Galatasaray dhe në 41 ndeshje ai ka arritur të shënojë 37 gola dhe ka bërë 8 asistime. Tani mbetet të shihet se Liverpool a do të ofrojë Nunez dhe Chiesa plus 20 milionerë për të siguruar transferimin e Victor Osimhen. Deri atëherë mbetet të shihet.